Rikthehemi në Tërgaj, ku mikpritja dhe traditat shqiptare burojnë të forta e të pandryshuara që nga lashtësia. Zev Berishaj 3 herë në vit viziton vendlindjen e tij, por kësaj radhe ishte motiv pjekja e rakis. Lë biznesin e tij për pak ditë në Michigan, familjen, miqt atje dhe ndjek me kënaqësi gjithë procesin e pijes së bekuar. Aq fort e dua këtë vend, si duhet me i gjetë pse hin me ardhë mu kësë mra. Puna e rakis nuk ka biznes, është hobi, jeni. Dhe jo vetëm ky motiv, një histori e tërë e familjes Berishaj do të rrëfehet në emisionin Pusho Shqiptarçe. Na Berish vim prej Shqipërisë prej Puket. Gjyshi im me kushet në atë kohë shkojnë në Austri me punua. Si e përball fati një të ri që largohet në moshën 24 vjeçare drejt Amerikës dhe si lindi ideja e ndërtimit të shtëpisë në Shpatin Shkëmbor. Kem goditur këtu një Chels, i hap gjitha dyert. Mos tregoni vendin tani. Ja, no, i hap gjitha dyert e kësaj i Chels edhe shtëpisën tus. Kujdes Chelsea. Mes raportit të dhimbshëm mes atyre që u larguan dhe atyre që kanë mbetur në vendindje, shpresa nuk është shuar për ta ndërtuar jetesën. Një makinë e përshtatur për të pjekur fërlik? Po, patjetër. Ti jeton me këtë punë? Po. Ti ke bërë shtëpinë me këtë punë? Po. Ti ke bërë makinën me këtë punë? Po, me Ti po marton kalamajt me këtë punë? Ashtu, aty lezeti. Dhe je i kënaqur? Ma shumë se i kënaqur. Ndiqeni një histori njerëzore e cila nisi nga një individ, por që përfshin gjithë jetën në Tërgaj, vendi i cili patjetër duhet vizituar qoftë edhe një herë të vetme. Të mërkurën, datë 29 tetor 2025, ora 21, reportazhi Zëri i vendlindjes në emisionin Pusho Shqiptarçe të TV1 Channel.